Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e diel 9 nëntor 2025. Dashi. Dashuria po bëhet e rëndësishme përsëri në jetën tuaj. Thjesht keni pak durim dhe shikoni përpara me besim dhe optimizëm. Shikoni drejt së ardhmes dhe mos u pendoni. Demi. Sfidat e fituara. Ndjenja në rritje pozitive. Binjaket. Egzagjerimet nuk shpërblehen, kujdes me parat. Ka të ngjarë që ata që janë vetëm të jenë përkushtuar një personi të padisponueshëm pa përfituar prej tij. Gaforja. Do të ndiheni më të gatshëm dhe të disponueshëm në dashuri. Koha e duhur vjen që të gjithë të kthehen në majën e valës ose të kenë një shans të mirë. Luani. Sot janë të parashikueshme disa shpenzime të tepërta, llogari të harruara ose disa ngjarje të papritura. Pa kënaqësi, por ndjeni edhe siguri të madhe në atë që bëni. Virgjeresha. Situata është e paqëndrueshme në lidhje me dashurinë. Kujdes nga pesimizmi që mund të ngadalsoj biznesin tuaj. Shtyheni çdo diskutim deri nesër. Peshorja. Nëse keni nevojë të mbyllni ndonjë marrëveshje financiare, është një ditë e vlefshme. Qasjet e preferuara. Akrepi. Dita e rikuperimit psikofizik. Sot ju jeni një fitues dhe mund të vendosni kushtet tuaja. Shigjetari. Shumë gjëra duhet të sqarohen, të tjerat duhet të rregullohen. Në dashuri, flisni qartë pa shumë frika dhe prisni të njëjtën gjë. Britqapi. Mos e fashoni kokën para se të bini dhe mos bëni telashe të panevojshme sonte. Mundohuni të mos zemëroheni. Në çift nuk jeni të kënaqur dhe as se keni kokën diku tjetër. Ujori. Dashuri interesante me mundësi edhe për të jetuar një lidhje të re. Vitaliteti dhe dëshira për të bërë përsëri. Peshqit. Një ditë me frymëzim të madh. Mendoni nëse do të planifikoni investime, ato janë shumë të favorizuara tani. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.